Përshëndetje të nderuar miq të Radio Televizionit 21, jemi rikthyer në Chelsea edhe këtë javë me një temë se si t'i bëjmë qytetet më të mira dhe më të shëndetshme. Çdo ditë zgjohemi me një ëndër dhe me një dëshirë për qytetin tonë. Ta shohim atë më të mirë, më produktiv dhe më të këndshëm për ne. Po çfarë bëjmë ne për qytetet tona? Sa jemi ne të përfshirë në këto procese, si dhe a mundemi të jemi pjesë e tyre? Do të ndjekim një storje rreth shumë konventave dhe strategjive për qytete më të mira, gjithëpërfshirëse, dhe do të kthehemi në studio me mysafirët e radhës. 20 vite pas konferencës së Kombeve të Bashkuara të njohur si Habitat 1, të mbajtur në Vancouver në vitin 1976, në Stamboll mbahet konferenca e dytë në vitin 1996, e njohur më shumë si Samiti i Qyteteve. Ky summit mblodhi përfaqësues të lartë të qeverive lokale dhe atyre qendrore, si dhe përfaqësues edhe nga sektori privat, organizatat jo qeveritare, institutet e hulumtimeve dhe trajnimeve, si dhe përfaqësues të medjeve. Qëllimet universale për të siguruar qasje adekuate për strehim për të gjithë njerëzit, vendbanime më të sigurta, më të shëndetshme dhe qytete më të jetueshme, u diskutuan dhe u theksuan edhe për të ardhmen. Një mandat i ri për qendrën e Kombeve të Bashkuara për vendbanime njerëzore u nënvizua për të përkrahur dhe për të monitoruar tutje zbatimin e agjendës së habitatit, të adoptuar në konferencë dhe të aprovuar nga Asambleja Gjenerale. Konferenca përgjithsisht shënon një kohë të re të bashkëpunimit, një kohë të re të kulturës së solidaritetit, një kohë të re për një të ardhme të përbashkët dhe mundësinë e gjithë secilit për të kontribuar në procesin e bërjes së një bote më të mirë, ku secili mund të jetojë më mirë, më shëndetshëm, më i lumtur, më me dinjitet dhe me shpresë për të ardhmen. Janë 7 fusha për të cilat agjenda habitatit mundohet të ndihmojë proceset e qytetbërjes dhe përparimet të tyre gjithandej nëpër botë. Përparimi i banimit dhe strehimit, si një fushë e cila përkujdeset për analizimin e politikave të banimit, formulimit të strategjive të reja të banimit me fokus në përgjegjësinë gjinore, rritjen e standardit të banimit dhe promovimin e formave të reja të jetesës. Fusha e dytë fokusohet në legjislacionin urban, menaxhimin e territorit dhe qeverisjen, me theks të veçantë në aspektin e barazisë dhe gjithëpërfshirjes dhe promovimin e decentralizimit në favor të shërbimeve më të mira për qytetarët dhe sigurimit të shërbimeve bazike për të gjithë njerëzit barabartësisht. Ekonomia urbane është fusha e tretë e agjendës së habitatit, e cila fokusohet në promovimin e strategjive urbane dhe politikave të cilat fuqizojnë kapacitetin e qyteteve për të realizuar potencialet e tyre si shtytës kryesor të zhvillimit ekonomik, mirëqenies dhe punësimit me theks veçantë te gradë dhe rinia. Zvoglimi i rreziqeve dhe rehabilitimi është fusha e cila fokusohet në proceset e qyteteve të prekura nga kriza, menaxhimin e katastrofave natyrore dhe shërbimeve të cilat duhet të ofrohen. Planifikimi urban dhe dizajni janë instrumente, mjete apo korniza të cilat u mundësojnë qeverive lokale apo qyteteve të përkrahin dhe menaxhojnë rritjen urbane, të përmirësojnë dhe promovojnë qëndrueshmërinë, efikasitetin dhe barazinë në të gjitha nivelet e proceseve për qytetin. Balansi gjinor, përfshirja grupeve të marginalizuara janë zakonisht pjesë e agjendës së këtyre proceseve. Çështja e gjartë e agjendës së habitatit trajton shërbimet bazike urbane, duke theksuar fuqizimin e politikave për të shtrirë këto shërbime për të gjithë njerëzit barabartësisht, si ujin, kanalizimin, menaxhimin e mbeturinave, mobilitetin dhe energjinë urbane. Hulumtimet urbane dhe zhvillimi i kapaciteteve është fusha e cila fokusohet në prodhimin e njohurive urbane dhe themelimin e observatorëve urban, të cilët mbledhin dhe analizojnë të dhënat urbane në përgjithësi, duke prodhuar paterna të reja të debateve, reflektimit dhe ideve për të ardhme më të mirë. Por së fundi ka një lëvizje për një post agjend pas vitit 2015, një agjend kjo e cila qëllimet të zhvillimit të mileniumit do t'i zëvendësojë me qëllimet për zhvillimin e qëndrueshëm. Organizata të shumta edhe nga shoqëria civile tashmë janë mobilizuar për të përfshirë në procesin e plotësimit të agjendës përtej institucioneve akademike e qeveritare. E tërë kjo është para përgatitje për konferencën e tretë, e cila do të mbahet në vitin 2016, e që si fokus kryesor ka zbatimin e agjendës së re urbane me qëllime të reja mbi qëndrueshmërinë. Për më shumë, UN Habitat për të shënuar aktivitetet vjetore ka 2 ditë. Dita botërore e habitatit, e cila zakonisht shënohet të hënën e parë të tetorit, si dhe 30 tetorit dita botërore e qyteteve. Refleksione të shumta dhe ide të reja diskutohen për të qenë shtytësit e ardhshëm të agjendave zhvillimore për qytete më të mira dhe më të shëndetshme. Jemi rikthyer në studio dhe me mua kam 2 miq të mi që të 2 punonjës në programin e UN Habitat në Kosovë me profesion planer urban. Me mua Klodita Krasniqi, mirë se erdhe Klodit.
dhe Vigan Perani. Mirë se dhe Vigan. Faleminderit që pranuat ftesën e Qelësit për diskutuar për idenë e bërjes së qyteteve më të mira dhe më të shëndetshme. Faleminderit. Kishim nis fillimisht me idenë se si është procesi, pse është kaq i rëndësishëm procesi i bërjes së qyteteve të jetë gjithëpërfshirës dhe të adresoj nevojat e shtresave të ndryshme të njerëzve. Ka konventa të shumta, domethënë botërore, që adresojnë këtë çështje, UN Habitati është një nga ato. Mund të flasësh pak për shikuesit, Klodit? Po, patjetër. Çdo aktivitet joni ditor, zë vend hapësirë. Edhe normalisht gjatë këtij procesi na e lën gjurmën tonë. Rrjedhimisht qyteti apo vendbanimi pasqyron mënyrën e jetesës tonë, po gjithashtu nivelin e shoqënisë. Tu e përfshi këtu aspektin social, ekonomik e sidomos atë kulturor. Prej kësaj më marr në përfundim që zhvillimi shoqënor edhe ndërtimi i qytetit janë dy elemente që janë të ndërtuar në jashtëzakonisht shumë, edhe kanë efekt jashtëzakonshëm zhvillimin e njëri tjetrit. Mirë, po normalisht nëse ne jemi proaktiv edhe përpilojmë politika zhvillimore të mirëfillta, kemi mundësi me kanalizu nevojën tonë. Patjetër, edhe një zhvillim të mirëfillt ose të qëndrueshëm shoqënor. Një sen i tillë pasqyrohet edhe në qytetet e Kosovës. Mas luftë, ose me thonë ma mirë, struktura urbane e qyteteve të Kosovës vret një mbështresim i periudhave të ndryshme në për cilat shoqënia jonë ka kalu. Sa kemi mrina këto me i absorbu, këto shtresime, me i rujt pikat kryesore, sa e respektojmë pikërisht qatë shtresimin historik, kulturor, social në qytetet tona, sepse mendoj që kjo është sfida kryesore që ne përballemi çdo ditë në profesionin ton, por edhe jo rastisht ekzistojnë këto lloj strategjish dhe konventash për t'i adresu këto. është punu mjaft këtë drejtim, mirë, po se sa kemi arrit me kanalizu krejt këtë energji zhvillimit, mbetet për më diskutu tutje, mendoj. UN Habitati e bën këtë punë, do të thonë, dër 10 vite ama shumë në Kosovë. Më duket programi për planifikim në komuna, do të thonë, adreson këtë çështje direkt, mirë po para kësaj, programi i Habitatit në Kosovë ka pasur edhe komponenta të tjera, do të thonë, që e kanë ndihmuar procesin e bërjes së qyteteve dhe hartimit të kornizës që orienton, do të thonë, zhvillimin e qyteteve. Mund të na flisni të dy pak kështu bashkarisht se nëpër çfarë sfidash ka kalu dhe cili është synimi kryesor? Po, UN Habitati vepron në Kosovë, ose mbështet institucionet e Kosovës prej vitit 1999, fillimisht me mbështetjen e krijimit të institucioneve të ndryshme, ngritjes kapaciteteve, po gjithashtu dhe kornizës ligjore. Prej vitit 2005, UN Habitati mbështet institucionet e Kosovës me programin për planifikim hapësinor komunal, i cili është financuar nga qeveria suedeze, në komponenta të ndryshme. Po. është zhvillu në tri... këto komponentat cilat janë që të bëjmë të ditur edhe për njerëzit se çka tamam. Mirë, do të thonë ky program është zhvilluar në 3 faza prej vitit 2005, edhe në çdo fazë ka avancuar në raport me të arritrat e programit, po në raport edhe me nevojat e identifikuara, poshtë me potencialet e identifikuara, qoftë në nivel lokal, ashtu në nivel qendror. Sa i përket fushave kryesore ku është ofruar përkrahje, sidomos për nivelin komunal, por gjithsesi duke përfshirë nivelin qendror, janë disa. Fillimisht është përkrahja e bashkëpunimit nëmes institucioneve. Meqense përpasim një planifikim përfill, gjithsesi është nevojshme institucione të fuqishme, bashkëpunuese me kapacitete të mjaftueshme. Do të thotë që të arrihet një kornizë institucionale edhe një kornizë ligjore. Do të thotë kjo është një fushë e rëndësishme e përkrahjes ku përmes proceseve të planifikimit është synuar që të mëtutjet të përkrahet bashkëpunimi nëmes nivelit lokal dhe nivelit qendror. Gjithsesi është kushtuar rëndësia edhe bashkëpunimit në mes vetë niveleve, qoftë në mes departamenteve në nivel komunal, apo në mes atyre në nivel qendror, ndërsa komponent shumë e rëndësishme, duke pas parasysh rëndësinë që ka planifikimi dhe rëndësinë për gjithëpërfshirje, i është kushtuar rëndësi edhe bashkëpunimit në mes institucioneve të niveleve të ndryshme me shoqërinë civile, si komponent shumë e rëndësishme. Këtu dua të ndalem sepse një nga instrumentat e rëndësishme të Habitatit është ose të programit për planifikim hapësinor në komuna, më mirë të themi, është pikërisht procesi i vizionimit. Procesi kur përtej nivelit komunal, më thonë institucioneve, përfshihen edhe njerëzit e tjerë. Kemi kalu në për shumë procese, më thonë në për shumë komuna, 10 nëse s'gaboj janë. 12, edhe më mirë, të cilat bashkarisht me ju dhe me institucionet që ju përmendet,
me vullnetin ma të mundshëm, domethënë, janë mundu që me adresu nevojën e tyre, dëshirën e tyre, ëndrrën e tyre për qytetin apo për gjithë komunën. Si ka ecë procesi dhe si funksionon krejt ky proces? Ndoshta është mirë me elaboru pak për njerëzit të cilët shpeshherë në këto thirrjet e institucioneve për t'ju bashku hartimit të planeve ose për t'i adresu nevojat e një lagje e caktume, i marrin si diçka si përfaqësore, shpeshherë nuk e shohin të arsyeshme të jenë pjesë e tij, por në fund që gjithmonë preken nga ai proces, deshën apo s'deshën. Fillimisht kisha dashur të thonë që kjo është njëra prej principeve kryesore mbi bazën e cilës është ndërtuar gjithë programi i UN Habitatit. Po shohim në sfond edhe kështu aktivitete që mund me ju referu, domethënë, gjatë vizionimit nëse s'gaboj në komuna të ndryshme, për cilat sigurisht se ju e dini saktësisht në cilat komuna kanë qenë. Pjesa më e këndshme e punës. Është edhe ndoshta ka sfidat e veta, por është pjesa më e këndshme e punës, dhe është me rëndësi, domethënë, shkëmbimi i informatave edhe plotësimi i informatave i procesit që bëhet përmes pjesëmarrjes. Edhe lirësht besoj kredita pajtohet, domethënë, në vazhdimësinë e proceseve dhe kur i shumë rezultate që na arrit, domethënë, gjithmonë është një ndjenjë kënaqësisë, sepse gjatë procesit përfshihen qytetarë ndryshëm, edhe ka dalë tek qytetarët krijohet një ndjenjë procesi për procesin, detyrimisht edhe për dokumentin e zbatimit të tij. Çka është shumë e rëndësishme është se këtu kontributi i qytetarëve në këtë proces nuk mbetet vetëm letër. Kjo është pjesa më e rëndësishme, se dikun shumicën e rasteve në komuna që ne kemi vepru, propozimet apo ideët, prioritetet cilat janë ngrit, që në fazën e vizionimit si pjesa e parë e planeve zhvillimore, do të thonë procesit të hartimit të planeve zhvillimore, janë inkorporu edhe janë jetësu përmes projekteve kapitale. Çka ka bë të mundshme që qytetarët me pasi si edhe sa të rëndësishme janë planet komunale, edhe se si ky proces funksionon nga idejimi apo strategjia deri në rregullimin e aktiviteteve që rregullojnë jetën e tyre në praktikë. Ta plotësojmë pak për shikuesit, domethënë, pjesa e investimeve kapitale, projekteve të cilat zbatohen direkt, domethënë, në ndonjë nevojë ose prioritet, pikërisht që ka dalë si çështje nga procesi i planit të zhvillimor urban ose komunal, dhe ato janë direkt veprime të cilat mund të preken dhe të përjetohen direkt nga komuniteti dhe ta ndryshojnë, domethënë, ose ta përmirësojnë cilësinë e jetës së komunitetit. Do të kalojmë në për disa imazhe, ka shumë këtu, të cilat ju i keni punuar edhe mund të ndaloni të ndonjëra nga ato, se ku janë dhe Kjo për shembull është rasti i Ferizajit, është e ura e Dudit, edhe ky si rast, si projekt kapital, është veçu për procesin që e ka pas. Pjesëmarrës kanë qenë grupe ndryshme të interesit, kryesisht lagjes aty afër. Kemi bashk vepru mjaft mirë në dizajnimin e çdo detaji, me që është prek direkt, ju përshifni sa afër janë objektet e banimit, edhe normalisht janë prek shumë direkt prek projekti, po çka ka qenë interesant është se pjesëmarrja e tillë ka qenë e njëjtë me të njëjtin intensitet edhe gjatë zbatimit. Çka nuk kupton që qytetari e ka thënë fjalën e vet dhe ajo ka pas pesh edhe në momentin kur ky projekt ka filluar me u zbatu. Po. Ja do të kalojmë edhe në për disa të tjera dhe ju mund të ndaloni pastaj se kush dëshironi. Ajo është rasti çka është interesant, për shembull me rastin që u tregu, është rruga e Farkatarëve në Prizren. Domethënë si ka qenë? Si ka qenë, është kthy në një zonë për këmbësor, edhe fillimisht si ide kanë qenë pak skeptik. Normalisht se mungesa e kalimit veturave për neve shumë shpesh aludon atë se nuk do të kemi lëvizje dhe normalisht do t'i bëj keq nëse mund të them biznesit. Mirë po me kalimin e kohës jo vetëm që i ka forcu bizneset që kanë qenë ekzistuese, po ka kontribu dhe në hapjen e bizneseve të reja. Ta sqarojmë për njerëzit që ka qenë shumë ka ndryshuar shumë, domethënë ndaj çështjes stil. Sigurisht, ta sqarojmë që në shumë raste edhe në komuna të tjera është shumë i vështirë procesi kur duhet të mbyllet një zonë dhe të shndrohet në zonë përkëmbësor, dhe ata që janë më shumë të rezistent janë pikërisht ekonomitë e vogla që janë pranë asaj rruge. Po të në të njëjtën ku ata që përfitojnë më shumë më pas, janë pikërisht ekonomitë e vogla, duke parë që nuk bëhet blerja me makinë. Po mirë, ne tentojmë që në çdo proces të kemi mirëkuptim për gjithë pjesëmarrësit. Edhe me një shoqëni e cila për vitet tona, sidomos mas luftës, qarkullimin e ka bazuar në automjete individuale, po dhe më herët,
edhe ku hapësinat publike të dedikume vetëm për kamësor dorën zemër për disa përjashtimeve në shumë raste kanë mungu, është e kuptueshme që njerëzit fillimisht hezitojnë. Domethënë është proces edhe i ngritjes së vedijes, po çka është me rëndësi në disa raste, është rasti i Prezentos, është rasti i sheshit qendror në Pej. Ja se po provoj me gjetë. Pikrisht sot nuk ka shans me i bind qytetarët me i fut me automatet më rënda. Domethënë kjo është arritash. Kjo është pjesa e sheshit qendror. Kjo është pjesa e sheshit qendror, e cila është shfrytzuar, domethënë, pas luftës një kohë gjatë si vije kalimit të automateve, por sot është shumë vështirë me i bind në të kundërtën. Sot nëse dikush veç i shkon mendja me kthy sistemin e vjetë të qarkullimit, do të ketë rezistencë shumë të madhe pikrisht prej qytetarëve bizneseve edhe për qytetarëve se tash e kanë pasi vlerë shtume për hapësinën e tyre, qoftë në aspekt qarkullimit, qoftë në aspekt shëndetësor, qoftë në aspekt natësisë, hapësina publike, edhe është domethënë është ngritje e vedijes, është pranim i një mënyre të tre ose më kreative qarkullimit, po çka është më me rëndësi është ndjenja pronësisë që arrihet për procesin, edhe për produktin, është më rëndësi se mandej e mundson një menaxhim më të lehtë këtyre hapësinave. Domethënë edhe vetë njerëzit aty që jetojnë pranë ose ata që frekuentojnë kujdesen dhe kanë një sjellje tjetër kundrejt hapësirës publike. Do të jenë më azhor nëse veç ndodh një proces jo i këndshëm. Domethënë ajo është më rëndësi se qëndrueshmëria, menaxhimi i mbrojtjes hapësinave publike asnjëherë nuk funksionon plotësisht nëse mbetet vetëm barë e institucionit. Po. Mirë, po nëse në këtë proces arrihet më përfshi qytetarët, atëherë mundësia e një gjatësie të tillë edhe një shfrytëzimi më kreativ është gjithsesi është prezente. Më e mundshme, po. Do të kalojmë edhe te disa momente të rëndësishme, dhe të bukura që ju i keni punu. Ky është Parku Moronica në Junik. Ndoshta është mjaft i lezetshëm për me elaboru pak, sepse këto komunat e reja kanë fillu gjithçka prej fillimit. Po. Edhe ndoshta për disa momente e kanë shumë të lehtë, sepse thjesht fillojnë nga zeroja, po për shumë të tjera, domethënë nuk kanë kalu përpara në proceset e caktuara. Cilat kanë qenë sfidat te një komunë e re si që është Juniku në këtë rast? Komunat pilot janë bërë pjesë e programit tonë në fazën e dytë, për shkak se e kanë pa rëndësinë e procesit cilin UN Habitati e ka plasu në komunat partnere që kanë qenë 6 fillimisht në fazën e parë. Normalisht, tu ka qenë kënaqësi me fillu çdo proces prej fillimit, tu fillu me hartimin e dokumenteve të planifikimit me forca, me kapaciteteve të anake brenda komunave, edhe mandej zhvillimin e projekteve kapitale. Çka është shumë e rëndësishme me u përmend këto, ky projekt ka dalë prej një punëtorie të ideve nga vetë banorët e Junikut, në bashkëpunim me universitetin edhe zyrtar komunal. Ja, po shojmë edhe një amfiteatr që është një komponent shumë e rëndësishme e programit tonë është planifikimi dhe menaxhimi mjedisor. Do të thonë një aspekt shumë i rëndësishëm cilin vazhdimsi ju ka dhënë një theks i veçantë është planifikimi mjedisor apo ruajtja e ambientit. E njëjta çështje ka qenë edhe në zhvillimin e Parkut Moronica, por çka është shumë e rëndësishme është se janë marrë parasysh nevojat e gjitha grupeve të interesit, tu i përfshi këto grupet e ndryshme moshore, gjinore, etnike. Gjinore, me që integrimi gjinor në procesin e planifikimit në programin e UN Habitatit është një komponent shumë e rëndësishme, po gjithashtu edhe personave me nevoja të veçanta. Do të thonë kanë qenë pjesë e procesit të vazhdimsi, normalisht se çdo detaj dizajnum është marrë parasysh që kjo t'i shërbejë gjithëve. Ja, edhe një rast tjetër, dhe pastaj do të kalojmë pikërisht tek një kategori tjetër që dua të ndalim. Është rasti i Ferizajit, ura e Dudit, edhe vlen të përmendet se ky projekt ka rrjedh nga plani i menaxhimit të fatkeqësive dhe rreziqeve nga fatkeqësitë natyrore, e cila ju ka shtu si komponent planit zhvillimor komunal, i cili vetëm se është përpilu më herët nga komuna. Dua të ndalim te një kategori shumë e rëndësishme e shoqërisë, që janë fëmijët. Në shumë raste, kur flasim për qytetet ose vendosim, marrim vendime të mëdha për qytetet, sidomos në kornizat afatgjate që janë plane zhvillimore, urbane ose komunale, fëmijët në shumë raste mungojnë. Kushtimisht po flas për shumë procese që janë zhvillu. Ndërsa ai qytet ose ajo komunë, pas 20 viteve, sigurisht do t'i prek direkt atë kategori të njerëzve. Sa janë të përfshirë fëmijët
dhe në çfarë mënyre i përfshini, sepse sigurisht se mënyra e komunikimit me ta dhe e marrjes së informatës ose nevojës së tyre është sigurisht duhet jetë komplet tjetër. Ka disa instrumenta që duhet përdoren se si duhet organizohet një takim me lloje të ndryshme të qytetarëve ose bazuar në moshën, kulturën, sfondin, nevojën dhe të tjera. Numër të madh të projekteve kapitale si syneme kanë pas këtë kategori. Jo në veçanti, mirë po si pjesë procesit. Edhe është për me u admiru qëndrimi i tyne prej pushtetarit në njënën prej takimeve që i kemi pas ne. Për shembull, kisha me veçu, ky është rasti i Hanit të Lezit, mirë po kisha me veçu rastin e Rahovecit në projektin nëse e kam këtu të shkollat. E oboreve qëndrueshme, ku është si modalitet ka qenë konkursi i hapun për shkollat fillore dhe të mesme, edhe si fazë për zgjedhjes projektit fitues ka qenë prezentimi i këtyre propozimeve cilat janë hartu prej vetë nxënësve të shkollave fillore edhe të mesme, prezentimi i këtyre propozimeve në objektin e komunës. Edhe ka qenë e jashtëzakonshme me pa se sa shumë pronësi ata ndjejnë ndaj projektit që e kanë zhvillu vetë. Për hapësirën që e shfrytëzojnë vetë. Patëm rastin edhe në seminarin për 10 vjeçin e programit, do më thonë vetë ajo nxënësja doli dhe prezentoi dhe nuk ishte ndonjë diferencë të madhe me profesionistët e vërtetë. Është me rëndësi mu kriju, më dhënë rastin, mu kriju kultura e pjesëmarrjes në proces. Ajo është me rëndësi. Do më thonë, na po flasim që thatë për shfrytëzuesit e arshëm të qytetit, në kësha thonë dhe krijuesit arshëm të qytetit, po është me rëndësi mu kriju kultura e pjesëmarrjes, kultura e gjenerimit ideve, kultura e komunikimit, sepse në fundit këta janë edhe lider të arshëm. Po është një komponent tjetër që jo rallë prej këtyre fëmijëve vinë edhe ide kreative, sepse është ende fati tyne që ata ende mendojnë jashtë kornizave, ose thjesht realiteti jetësor ende nuk ka fillu të kornizojnë mënyrën që ata mendojnë edhe veprojnë. Edhe shumë shpesh shumë ide kreative, cilat ndoshta ata që janë më të mëdhenj moshë ose edhe profesionist, ndoshta kanë nuk kanë mundësi marrë drejtë. Ato vinë pikërisht përmes komunikimit të ideve që munden me ofru ata vetë. Mirë, këtu është një rast i pjesëmarrjes në planifikim hapësinor, këtu është komuna e Gjakovës, sa më kujtohet. Ndoshta është mirë me ecek se cilat kanë qenë komunat që kanë qenë pjesë e kësaj pakete, qoftë fazën e parë dhe fazën e dytë, sepse mendoj që ka dhe shumë komunat interesuara që t'jenë pjesë e këtij programi, u deklaruan publikisht disa nga komunat që nuk kanë qenë pjesë e këtij procesi, që dëshirojnë t'jenë. Para se me shku të komunat, sa kërë planifikimit e kësha cek avancimin që kemi pas gjatë programit, gjatë fazave të programit për planifikim hapësinor të komunave, synimi ka qenë që komunat partnerët të në gjenë që planet e zhvillimit komunal, pra planet hapësinore komunale, ti hartojnë me kapacitete vetanake. Kjo nuk ka qenë i lehtë, ka qenë sfiduese sepse qysh në start vashmëria komunave për angazhimit të resurseve të jashtme ka qenë të secila, edhe gradualisht kemi filluar me bind me punës bashku me ta ngrit kapacitete për me bind pse është me rëndësi që komunat me qenë gjendje me hartu planet vet. Një kapacitet i tillë i kriju më shumë rëndësi të pas parasysh rolin strategjik që planet hapësinore kanë për komunën. Edhe varet mandej se si do në komuna me shfrytëzohet të kapacitete, mund të me tuqe me shfrytëzu për hartim planeve, por edhe në qëfëse planet të harton përmes resurseve të jashtme, niveli i monitorimit cilin komuna mund me abo ati procesi është shumë më i lartë. Edhe pse ligji i ri për planifikim hapësinor parashet që plani zhvillimor komunal të hartohet me kapacitete vetanake, me bashkëpunim mes drejtorive, kështu që komunat tona partnere veç janë të formsuara në drejtim të gatshme. Ana tjetër është që duhet pas parasysh që njerëzit e komunave, njerëzit që punojnë në komunë, edhe qytetarët, janë ata cilët i kanë informatat për nevojat, kërkesat, për dhe mundësit dhe potencialet lokale që janë aty. Shumë rëndësi që kjo përvojë dhe kjo dije të përfshihet në proces, zbashku me këte në mënyrë paralele të bëhet ngritja e kapaciteteve vetanake të komunës për hartim të këtyre planeve, edhe besoj kjo është një prej sukseseve më të mëdha të programit tonë që së paku në komunat partnere është arrit që ato të në gjendje që planet hapësinore komunale të hartojnë me kapacitete vetanake. Për te kësaj, dhe më thonë, mundësive të zhvillimit në vend, brenda komunës përmes procesit, ata kanë pasur mundësi që bashkë me juve të njohin edhe praktikat e mira në vendet të ndryshme në përbot.
binjakëzim me qytetet të saktuara apo edhe trajnime të tjera, duke parë sfidat se në çfarë kanë kalu qytetet në përbot. Mendoj që kjo i ka ndihmu shumë, duke parë që nuk është gjithçka e pamundun dhe se gjithçka në përbot, domethënë fotografi nga vizita studimore që është bërë në Suedi, ku si temë kryesore ka qenë marrja e përvojave mbi menaxhimin e mbeturinave, ku Suedia dhe shtetet tjera skandinave janë më të avancuar në këtë aspekt. Kanë marrë pjesë përfaqësues nga komunat e Kosovës dhe përfaqësues nga niveli qendror nga Ministria e Planifikimit dhe Mjedisit. Përgjithësi, domethënë, ka shumë raste. Ka shumë raste, kështu është vizita, pak më herët ishte vizita ku ka pas për qëllim shkëmbimin e përvojave mbi menaxhimin e vendbanimeve jo formale, por edhe mbi rregullimin edhe avancimin e më të gjashëm të hapësinave publike. Është me rëndësi kur bëhet një kombinim i tillë i përvojave qoftë nga shtetet që janë në BE, qoftë nga shtetet rajonale, do thotë shkëmbimi i përvojave në nivel të ndryshëm. Mirë po duhet thonë që jo rallë edhe përvojat të cilat i kemi arrit në Kosovë shpesh janë interesante për shtetet të cilat kanë nivel të ndryshëm të avancimit në planifikim. Keni pas shumë komuna, disa prej tyre Peja, Gjakuva, Malisheva, Rahoveci, Graçanica, Parteshi, Mamusha, Hani e Lezit. Dhe të tjera që po presin për me qenë pjesë e procesit, por edhe për gjitha komunat e tjera të cilat nuk kanë pasur mundësi deri tani të jenë pjesë e procesit, ju keni prodhuar shumë doracak, të cilët mund të hyjnë në punë jo vetëm njerëzve në administratën komunale, por edhe në nivelin qendror, por edhe profesionistëve të lirë, domethënë në sfera të ndryshme. Kam këtu pranë, më thoni doracak për shëndrimin e hapësirave në vende, domethënë që sigurisht ofron një proces se si duhet krijohet një vend i cili i ofron njerëzve mundësi shfrytëzimi, i bën të ndihen mirë. Pastaj një komponent që e përmendet më herët është ajo e integrimit gjinor, që mendoj që është shumë e rëndësishme dhe ju keni prodhu edhe në lidhje me atë, domethënë përmes punëtorive të shumta, një doracak i cili mund të adresoj çështjen gjinore në planifikim. Po, si element shumë i rëndësishëm. Mirë po përveç tyne, çështja ka qenë e tillë në përpilimin e dokumenteve tilla që mos t'i adresohen vetëm profesionistëve, mirë po secilit që don të kontribuojë me një proces tillë. Përmes këtyne doracakve ne tentojmë që çdo aktor të kuptojë rolin e rëndësishëm që e ka në proceset e planifikimit hapësinor, si ato strategjik, mirë po edhe në projektet kapitale. Përveç tyne, është edhe një tjetër që është vizionimi, për shembull si faza e parë, si një nga instrumentet e cila përdoret gjatë procesit të planifikimit hapësinor. Këto janë vetëm disa nga publikimet, mirë po është një përmbledhje tërë e udhëzuesve që adreson çështje të ndryshme, nga procesi deri tek projektet konkrete, cilat mund të gjenden edhe në website-in tonë dhe në mënyrë periodike do të azhurnohen, ku secili prej qytetarëve mund të gjejë vetveten brenda vendbanimit vet. Mirë po është me rëndësi që është një përmbledhje e përvojës një dekadëshe që është arrit në Kosovë. Thotë është përvojë lokale, e zbatueshme shumë lehtë qoftë komunat partnere, qoftë dhe komunat tjera. Domethënë, ajo është me rëndësi që është të përshtatshëm për nevojat e për mundësitë tona lokale. Mendoj që kjo është shumë pozitive për që ndihmu komunave që në mënyrë vetanake të kenë edhe iniciativën për të ndryshu hapësirat e banimit dhe hapësirat e punës, hapësirat e lojës, hapësirat publike. Unë pata kënaqësinë që ju pata në studio. Nuk kemi më shumë minuta, por ne do të vazhdojmë tutje me rrëfimet për programin e UN Habitatit në Kosovë. Do të kemi një rekapitulim të asaj se çka ka ndodhur në ngjarjen e shënimit të 10 vjetorit të programit të planifikimit hapësinor komunal. Do të kthehemi përsëri në studio pas historisë së radhës. Zyra UN Habitat në Kosovë tashmë 10 vite ka zhvilluar programin i cili adreson agjendën për krijimin e qyteteve më të mira dhe më të shëndetshme. Konferenca fund viti 2014 ishte një rekapitulim i gjithë punës bashkë me përfaqësuesit e komunave pjesëmarrëse në këtë program, si dhe me përfaqësues të autoriteteve qendrore të cilët janë partësit e kornizës ligjore dhe politikave afatgjate për territorin e Kosovës. Ekipi i Qelsit ishte aty dhe për ta përcjellur tërë ngjarjen, por në të njëjtën kohë edhe për të kontribuar në njërin nga panelet kryesore.
Ti ndjekim disa nga pjesëmarrësit në këtë ngjarje se çfarë kanë për të ndarë me ne. Përshëndetje kryetare, faleminderit që je pjesë e Chelsea-t. Thjesht jemi në ambientet e seminarit UN Habitat, të programit për mbështetjen e planifikimit hapësinor nëpër komuna. E ftove programin e Habitatit që të vijë dhe të jetë pjesë e procesit të komunës së Gjakovës. Pse? Komuna Gjakovës është një komunë e cila ka natyrisht nevoja të mëdha, por gjithsesi në sferën e zhvillimit urban dhe zhvillimit të gjithëmbashëm, sfidat janë më të theksuara. Dhe duke ditur përvojën e UN Habitatit, duke qenë edhe vetë prezente dhe dëshmitare e sukses storieve të UN Habitatit, natyrisht dhe në përputhshmëri me planet cilat ne i kemi për të ardhmen e afërt, ne një ndihmë nga UN Habitatit do të ishte një ndihmë tepër e dobishme për komunën e Gjakovës, në veçanti në kohën kur jemi duke u përgatitur për zhvillimin e planeve të reja urbane dhe infrastrukturore dhe për transformimin e përgjithshëm që presim të ketë komuna Gjakovës. Do të thotë jam e vetëdijshme që zhvillimet janë multifunksionale dhe ndërlidhen me njëra tjetrën, përderisa parashohim një zhvillim më të hofshëm ekonomik, si rrjedhoi e shpalljes së Gjakovës zonën lirë ekonomike, si rrjedhoi e funksionalizimit të aeroportit të Gjakovës, e dim se një qarkullim më i shtuar dhe një zhvillim më intensiv nuk mund të përballet me infrastrukturën ekzistuese. Gjithë këtë thënë, nuk duam të humbim asgjë nga kualiteti i jetës apo të marrim nga hapësira e qytetarëve, nga domethënë të shtojmë ndotjet mjedisit, por në të kundërtën që paralel me zhvillimin e hofshëm ekonomik, të kemi edhe parametrat e saktë për ruajtje dhe mbrojtje të mjedisit, për hapësira të gjelbruara dhe për hapësira rekreative që janë të domosdoshme për një kualitet mirëfill të jetës. Zotëri Sejdiu, faleminderit që ishit pjesë e panelit pikë pari për kontributin dhe për shumë nga çështjet që i ngritet brenda panelit që mendoj që janë qendrore për të adresu thjesht procesin e planifikimit që nga brenda, nga institucioni i cili duhet ta ketë timonin, pastaj edhe në gjithë përfshirje, domethënë gjithë sektorëve dhe komunitetit në përgjithësi. Dua të ndalem te ajo që thatë në fund, që besoj se është shumë e rëndësishme. Administrata mbrohet nga ligji për shërbysit civil si të jenë mbretër. Mendoj që kjo është një e mirë, që punojnë si të mbrohen, por që asnjëherë komunat e Kosovës, qoftë edhe ajo e Prishtinës, qoftë edhe niveli qendror që e cekët, nuk kanë mundësi të regjenerojnë, domethënë, resurset humane duke i zaventsu njerëzit që aty nuk kanë dhënë një kontribut, asnjëherë nuk është vlerësu puna e dikujt brenda këtyre institucioneve për t'u adresu tutje pse duhet një person të shkojë, sepse nuk është mjaftueshëm i përgjegjshëm ose nuk kontribon mjaftueshëm në proceset e zhvillimit në qytet. Si e mendoni këtë? Ne si komunë e Prishtinës tash kemi filluar me procesin e riorganizimit, ristrukturimit, e cila strukturë reorganizative duhet përcjell një strategji dhe zotimet që i kemi ne kashi qytetarëve për një qytet cili është i banueshëm dhe i mirë për gjithë qytetarët, pra për një qytet normal. Dhe gjithsesi këtu pajtohem me atë që thatë, ne kemi një ligj për shërbys civil, i cili mbron shërbysin civil dhe kjo është e mirë. Por kjo e ka një presupozim që shërbysi civil është rekrutuar në mënyrë të rregullt, të duhur dhe është profili i duhur për pozitën e duhur. Fatkeqësisht në 15 vitet e fundit e kemi pas një sistem i cili ka qenë komplet partijak, as politik, komplet partijak. Pra janë rekrutuar, dhe mos themi gjithë, por ka një numër të madh të punonjësve në shërbimin civil, cilët janë të rekrutuar për arsye politike, familjare, nepotiste. Dhe ne tash po vim në një situatë si kryeqytet ku kemi nevojë të bëjmë një strukturë organizative e cila ecën përpara me dinamikat e kërkuame, sepse jemi vonë, pra nuk jemi që kemi ndërtuar diçka dhe tash po vazhdojmë, por jemi vonë dhe gjithsesi se po duhet të futemi në një proces i cili është kogja i gjatë. Pra jemi duke e bërë strukturën e re dhe sistematizimin e ri të vendeve të punës, me idenë që të utilizojmë, të shfrytëzojmë resurse që i kemi ekzistuese në mënyrën sa më të mirë të mundshme, pra të vendosim njerëz të duhur në vendet e duhura, kjo si hapi parë. Si hapi dytë është struktura e re e cila është më themi kështu më agjile në aspektin e punës që duhet bërë, dhe e treta gjithsesi se është ripërtrirja e stafit civil në komunë Prishtinës, e cila duhet përputhet me nevojat që i kemi si qytet. Është sfidë e jashtëzakonshme. Në çdo diskutim që e kemi sa i përket qeverisjes lokale, ndëgjojmë nivelin qendror, aktorë të ndryshëm duke thënë ngritjen e kapaciteteve njerëzore. Ngritja e kapaciteteve njerëzore prapë ka një presupozim që ato kapacitetet njerëzore duhet të kenë shkatësitë, aftësitë dhe njohuritë
për trajtuar temat për cilat rekrutohen dhe futen në punë. Nëse këto nuk ekzistojnë, nuk je si të ngritësh kapacitete njerëzore. Pra në këtë aspekt ne çalojmë shumë dhe besoj që pak politikanë në këtë vend e kanë guximin që ta trajtojnë këtë temë. Përveç kësaj e përmenda edhe shkarazi çështjen e buxhetit. Ne si komunë e Prishtinës kemi pretenduar që mund të mbledhim edhe 9 milion euro më shumë, ndërsa Ministria e Financave na thotë që po janë thyra vetanake, po ne nuk mund t'i fusim në buxhet se po na i prishni numrat. Pra, po e them thjesht, kryeqyteti i Republikës Kosovës, në mungesë të ligjit për kryeqytetin, kur tregon ambicie të tilla, ndalohet prej qeverisë. Po kur nuk është ambicioze fare dhe është në ujëra, themi, të një jete të tillë, kështu vazhdojmë tutje, atëherë është në rregull. Ne jemi ambicioz si qeverisje, jemi agresiv si qeverisje dhe qoftë edhe në aspektin e strukturës organizative, qoftë edhe në aspektin e buxhetimit të ecjes tutje, nuk do ndalemi. Qoftë me këtë qeveri, qoftë me qeveritë e ardhshme, ne kemi interes qytetarin e Prishtinës dhe nuk ndajmë, si me thonë, hamendje në këtë drejtim. Zotri Suma, faleminderit që jeni pjesë e Qelsit. Jemi në hapësirat e forumit apo seminarit UN Habitatit për programin MUSP dhe ju keni qenë pjesë e këtij programi si komunë. Besoj i diskutuam shumë praktikat e mira, eksperiencat, sfidat që keni kaluar bashkë, por edhe produktet, domethënë projektet e shumta që keni realizuar bashkë, që besoj që ju jeni shumë i kënaqur bashkë me komunitetin. Ju keni një specifik shumë interesante, që keni një qasje shumë të hapur me qytetarët dhe i ftoni ata të jenë pjesë e proceseve të qytetit apo dhe agjendave të tjera në forma të ndryshme, në mjedise të ndryshme. Si ja dilni? Po, realisht derisa ne themi që po punojmë për interesin e qytetarëve dhe realisht duhet punojmë për interesin e qytetarëve, është obligim yni që të punojmë për ta, është obligim që bashkarisht me qytetarët të zgjedhim gjitha problemet që i kemi. Si zakonisht është edhe obligimi yni që për realizimin e gjitha projekteve për planifikimet buxhetore, fillimisht të bëjmë debatet me qytetar, për shkak se nuk mund të paramendohen të përpilohet buxheti ose të realizohen projektet pa pëlqimin e qytetarëve. Prandaj para çdo fillim vitit ne zakonisht i ftojmë qytetarët në tubime të ndryshme, jo vetëm në tubim në Antelezet, por edhe në përfshatra, sidomos kur kemi të bëjmë me planifikimet buxhetore të projektet kapitale. Mandej qytetarët nga ato takime japin propozimet e tyre se për cilat projekte dëshirojnë që të realizohen në lagjet e tyre, në vendbanimet e tyre. Kështu që ne i marrim përbat gjitha ato propozimet e qytetarëve, pastaj i prezantojmë në seancat e kuvendit, që është organi më i lartë vendimarrës, dhe kur kuvendi i miraton, atëherë të bëhen të plotfuqishme, kështu që fillon edhe realizimi i tyre. Përshëndetje zotri Muhaxheri, mirë se keni ardhur në Qelsi. Dua të ndani bashkë me ne praktikat që keni pasur ose eksperiencën, më mirë me thonë, me programin e UN Habitatit në krejt rolit e juja në komunë gjatë 10 vjetshit, sa ky program ka qenë prezent në komunën e Pejes, në projektet që keni realizuar qoftë në aspektin e planifikimit në nivelin e komunës, qytetit, apo edhe projektet kapitale siç është sheshi Skënderbeu apo edhe trajtimi i vendbanimit jo formal Zatra. Po, bashkëpunimi me UN Habitatin ka nisë edhe më herët, domethënë edhe në kohën kur kam punuar në Ministrinë e Planifikimit hapësinor, ka vazhduar mandej si deputet i Parlamentit të Kosovës, sepse në mendimin e tyre na është dashur ndoshta një vjet e gjysmë i bit strukturat komunale për me fillu hartimin e planit zhvillimor komunal dhe atij urban komunën e Pejës. Domethënë mendimin e tyre e Pejës, domethënë është komuna e parë që ka hartu planin zhvillimor komunal dhe atë urban konform ligjit për planifikim hapësinor. Bashkëpunimi ka vazhduar më vonë me trajtimin e vendbanimeve jo formale dhe me trajtimin e vendbanimit jo formal Zatrat, me rregullimin e sheshit Skënderbeut ose sheshit qendrën e qytetit, domethënë planifikimin urban të rregullimit të atij sheshit, e mandej edhe në implementimin e projektit. Ka vazhduar prapë me projektin e bulevardit Gjelbert në Zatra, është kriju një ambient i mirë urban, edhe pse nuk ka mujt me u përcjell komplet planifikimi urban që u bë, domethënë thash edhe më herët, domethënë prej planifikimit deri në realizim mjerisht po ka domethënë devijime, mirë po kemi mësuar një praktik 3, domethënë që çdo planifikim duhet shkoj me diskutim me qytetarët dhe është kriju një praktik që me diskutimet që janë bërë, domethënë sheshi për komsorin qendrën e qytetit, domethënë është planifikuar të mbyllet në drejtim të busit Haxhi Zekës, domethënë të krijohet një hapësinë
më e madhe përkombësor, është planifikuar të bëhet një boshtë kurizi i zelbër gjatë kretë qytetit Pejës, edhe domethënë këtë vizion jemi të ndjek tash në pushtetin aktual, domethënë jemi të nda mjetet buxhetore për me realizu planifikimet që më bën ndoshta 5 vjet ose 7 vjet më herët. Këtu kemi përfunduar edhe për sonte, ndërsa ju mos të harroni të na ndiqni në kanalin zyrtar në YouTube, RTV 21 Official, si dhe në Facebook në Chelsea TV Show. Mirëmbëjtje.